Zbulohet maska me 2 përbërës që zhduk zbogthin e flokëve sa hapën mbyll syt. Trajtoni flokët me një locion të thjeshtë i cili nuk ju merr shumë kohë për të përgatitur dhe mbi të gjitha ka rezultuar të jetë shumë efikas. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë vaj, kokosi dhe lëng limoni. Përgatitja: përzini lëngun e limonit me vajin e arë ose kokosit dhe me ato lyeni të gjithë flokët pak nga pak. I lini të qëndrojnë për disa minuta. Nëse nuk keni shumë kohë dhe nëse jeni e lirshme, trajtimin e lini të qëndrojë mbi flok sa kohë që ju të dëshironi. Ky trajtim do të pastrojë skalpin e flokut duke hequr nga pak ekzistencën e zbogthit derisa floku juaj të jetë i pastër. Provojeni këtë recetë derisa ju të arrini rezultatet e dëshiruara.